rikthyer sërish në Familja 7 ne sjellim vazhdimisht histori frymëzuese nga komuniteti ynë. Njerëz që punojnë çdo ditë për të ruajtur vlerat, kulturën dhe identitetin ton shqiptar. Sonte ne kemi nderin të jemi në një intervistë online me një të ftuar të veçantë. Ajo është me mijëra kilometra larg, por me zemër dhe me një dashuri të madhe për Shqipërinë. Quhet Izabela Krosi, drejtoreshe e shkollës së Shqipës Naples në Florida. Kjo shkollë ka prekur zemrat e qindra familjeve shqiptare atje dhe ka krijuar një hapësirë të dashur dhe edukative për fëmijët shqiptar në jug-perëndim të Floridas. Shkolla e Shqipës Naples është një histori që nisi nga një nevojë e madhe brenda komunitetit dhe u kthye në fakt në një realitet të bukur fal dashurisë për gjuhën dhe kulturën shqiptare. Ne do të flasim sonte për rrugtimin e kësaj shkolle, për sfidat, vizionin e gjithçka që e ka bërë këtë projekt kaq të veçantë. Izabela, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit shumë Nela, është kënaqësi e veçantë jam sot me ju. Kënaqësi edhe për ne të komunikojmë së bashku në Familja 7. E viziton shpesh Shqipërinë? Kjo është pyetja ime e parë për ty. Si të duket? Po, më do të shkoj çdo vit sa herë që më jepet mundësia. Shqipëria ka një vend shumë të veçantë në zemrën time, sidomos tani që e shoh sa e rëndësishëm është për ne që jemi brezit parë në diasporë, ta mbajmë këtë lidhje gjallë. Sa herë që kthehem më duket edhe më e bukur. Më rikujtojnë rënjat tona dhe atë pjesën e kulturës që duam të ruajmë fëmijëve tanë edhe pse rritën larg. Po. Do të thras shkurt Bela. Ti ke lindur në Amerikë, e flet shumë bukur shqipen, ke një bukuri vërtet shqiptare, je duke dhënë një kontribut të çmuar në komunitetin shqiptar në Florida. Pyetja ime në vazhdim për ty është çfarë e bën, çfarë eksperiencë është më saktë për ty që t'jesh drejtuese e shkollës së Shqipës Naples? Shumë faleminderit. Jam drejtuese e shkollës Shqipe Naples. Është një përvojë që e ndjej me gjithë zemrën. Unë kam qenë vetë nxënëse në një shkollë shqipe në Michigan dhe më vonë u ktheva si mësuese. Tani që kam këtë rol këtu në Florida, kuptoj shumë e thellë se sa ndikim ka programe të tilla tek fëmijët që rritën në diasporë. Si fëmijë ndoshta nuk e kuptoja plotësisht, por sot e shoh sa shumë ka formuar kjo përvojë dhe sa shumë të ndikoj edhe tek breziri. Dhe ajo që më prek më shumë janë fëmijët tanë. Kur ata vrapojnë drejt meje, më përshafojnë dhe ato buzëqeshjet e tyre të sinqerta, është një ndjesi që të mbush shpirtin. Edhe në ato momente e kuptoj sa kemi krijuar diçka të veçantë, një familje të madhe, një vend ku ata të ndjen të lidhur me kulturën dhe rrënjët e tyre edhe pse rriten larg Shqipërisë. Po, në një farë mënyre ti kishe një shtysë të brendshme, pra çfarë të shtyu të merrni drejtimin e kësaj nisme? Nuk është aq e lehtë. Nisma për hapjen e shkollës së Shqipe erdhi fillimisht nga Albanian American Organization of Southwest Florida, e cila pa nevojën që kishte komuniteti jonë dhe e mbështeti më një herë këtë ide. Pasi u mor vendimi, unë angazhova të punoja për çdo detaj që shkolla të merrte formë dhe puna u bashkërëndua me mbështetjen e organizatës dhe të gjithë atyre që donin ta shihnin këtë projekt të realizuar. Gjithçka u bë me mendimin tek fëmijët dhe tek e ardhmja e komunitetit tonë shqiptar, që ata të rritën me gjuhën, kulturën dhe identitetin e tyre kudo që jetojnë. Po, ndërkohë që shohim edhe fotot që shfaqen në ekran, Bela, çfarë ofron konkretisht shkolla, cilët janë elementet kryesor të programit, të gjuhës, të kulturës, të traditave? A ka aktivitete kulturore të veçanta që i ndihmojnë fëmijët që të lidhen edhe më shumë me rrënjët shqiptare? Shkolla ofron klasa gjuhe, valla tradicionale dhe poezi, që ndihmojnë fëmijët të mësojnë shqip dhe të lidhen më shumë me kulturën tonë. Përveç mësimit, ne organizojmë edhe aktivitete komunitare që i afrojnë fëmijët me njëri tjetrin dhe krijojnë një ambient të ngrohtë familjar. Nxënësit tanë marrin pjesë në evente kryesore të komunitetit, falë organizatës shqiptare, si ceremonia e ngritjes së flamurit dhe festa e nëntorit, dhe përfaqësojnë Shqipërinë me parada dhe aktivitete kulturore lokale. Ne u japim mundësinë fëmijëve të recitojnë, të kërcejnë ose të këndojnë dhe të ndjehen krenar për rrënjët e tyre. Po, e sa mirë që tashmë shkolla juaj e njihet edhe zyrtarisht në Florida, në këtë zonë, por çfarë mund të na tregoni pak për rolin e mësuesve, sepse kjo është shumë e rëndësishme, pra si ka ndikuar profesionalizmi i tyre në suksesin e kësaj shkolle? Roli i mësuesve tona është thelbësor në suksesin e shkollës. Zysh Alketa Burini ka qenë një shtyllë e vërtetë e programit tonë.
Falë për kushtimit dhe kreativitetit të saj, arritëm të azgjërojmë mësimin e gjuhës dhe të ofrojmë edhe klasa poezie. Dhe kemi një vlerësim shumë të veçantë për Zysh Dallo Gerbin, e cila ka qenë mësuese në shkollën shqipe shumë vite më parë, dhe është rikthyer sërish për të kontribuar me zemër dhe përvojë. Kthimi i saj ka sjellë një ndjenjë vazhdimësie, historie dhe dashurie për arsimin shqip që fëmijët tanë ndjejnë çdo javë. Ne i vlerësojmë jashtëzakonisht shumë të dyja. Profesionalizmi, durimi dhe dashuria që ato japin në çdo orë mësimi janë arsyeja pse programi jon ka arritur të rritet kaq shpejt dhe kaq bukur. Dhe ne i përshëndesim e nuk i njohim, por vërtet, siç thua, po bën një punë të shkëlqyer, ju urojmë shumë suksese. Ndërkohë, aktualisht sa fëmijë nga komuniteti shqiptar janë pjesë e shkollës Naples në Florida, në jug perëndim? Kemi rreth 60 fëmijë dhe çdo javë kjo numër po rritet edhe më shumë. Wow, sa bekim. Pra ka interes, sepse zona atje ka shumë shqiptarë. Ndërkohë, pyetja ime për ty është sa e rëndësishme ka qenë mbështetja e prindërve ose edhe e vullnetarëve në këtë proces, në fakt cili do të ishte falënderimi juaj për ta? Së pari dua të falenderoj prindrit tanë, të cilët jo vetëm na kanë mësuar fëmijët e tyre, por edhe procesin, punën dhe vizionin tonë. Ata janë gjithmonë aty për të na mbështetur dhe për të ndërhyrë sa herë kemi nevojë për ndihmë. Dhe kjo ka bërë një ndryshim të jashtëzakonshëm në rrugtimin tonë. Po ashtu jemi thellësisht mirënjohës nga sponsorëve tanë. Falenderojmë juve tek TV7 dhe Kishën Biblike Shqiptare të Chicagos për durimin bujar të abëtarëve dhe fletorëve të punës. Shumë bekim. Ke ndonjë falënderim tjetër? Po, dua gjithsesi të falenderoj edhe familjen Terezi tek Mel's Diner dhe familjen Miska me Home and More Services, si edhe për çdo donator tjetër që ka kontribuar për programin tonë. Falë tyre, sot kemi uniforma, libra për çdo fëmijë, mjete mësimore dhe mbi të gjitha mundësinë të vazhdojmë edhe një semestër tjetër pavarësisht tarifave të paparashikuara. Ne jemi vërtet të bekuar me këtë mbështetje. Çdo hap që kemi bërë ka qenë i mundur vetëm sepse komuniteti jon e ka besuar këtë shkollë dhe ka zgjedhur ta mbështesë. Gëzohem për këtë pjesë. Ndërkohë, përpara se të shkoj tek pyetja e radhës, vazhdoj ta theksoj që ti e flet kaq bukur shqipen, lindur dhe rritur në Florida. E të flasësh një gjuhë letrare kaq të bukur dhe kaq të pastër, nuk e di. Pyetja ime është sërish lidhet me fëmijët që janë pjesë e shkollës. Çfarë moshe janë? Sa orë në javë zhvillohen mësimet tek shkolla Naples? Marrin pjesë fëmijëve të moshave 5 deri në 15 vjeç. Mësimet zhvillohen 2 herë në javë. Po prindërve për 3 orë ku fëmijët zhvillojnë mësimet e gjuhës, poezi, aktivitete kulturore dhe projekte, edhe të shtunave për 2 orë kur mbahen klasat e vallave. Po. A mund të regjistrohet kushdo në këtë shkollë? Pra e kam fjalën, a ka një numër të kufizuar? Si është me pranimet e nxënësve? Nuk kemi ndonjë numër të kufizuar. Kushdo mund të regjistrohet. Ka shumë familje shqiptare në Florida që duan të mësojnë fëmijëve gjuhën dhe kulturën, dhe ne jemi presin të gjithë. Për më shumë informacione, mund ta kontaktoni në Instagram ose në Facebook me emrin Shkolla Shqipe Naples. Po, e në fakt kërkesat mund të jenë të shumta pasi shumë shqiptarë jetojnë në Florida e duan që fëmijët, siç e thet, mos harrojnë gjuhën shqipe, kulturën e kombit shqiptar. Çfarë planësh apo projekte të reja keni për zgjerimin e shkollës së Shqipës Naples? Për të ardhmen kemi shumë plane të bukura për të zgjeruar shkollën shqipe Naples. Duam të ofrojmë më shumë aktivitete për fëmijët, si kampe veriore, klube sportive dhe madje edhe mundësi bursash për nxënësit tanë. Qëllimi jonë është të krijojmë një program edhe më të pasur, fëmijët jo vetëm mësojnë gjuhën shqipe, por edhe rritën, bashkëpunojnë dhe krijojnë lidhje të forta mes tyre. Pjesë e misionit tonë të përbashkët me organizatën është që një ditë të kemi qendrën tonë komunitare ku çdo fëmijë shqiptar të ndjehet si në shtëpi. Po pyes pak për prindrit, besoj që ata i sjellin vetë fëmijët aty, ndoshta me kalimin e kohës mund të ofroni edhe transportin. Po. Shumë bekim. Isabela, për ta përmbyllur, cili është mesazhi juaj për prindërit shqiptar që duan të mësojnë fëmijëve gjuhën dhe kulturën tonë, pavarësisht se jetojnë larg atë dheut? Mesazhi im për prindërit shqiptar është i thjeshtë. Mos e nënvlerësoni kur fuqinë që ka gjuha dhe kultura jonë të fëmijët tuaj.
edhe pse jetojmë larg Adeut, është plotësisht e mundur të mësojmë fëmijëve kush janë, nga vinë dhe pse duhet të jenë krenar për këtë. Kur fëmijët mësojnë shqip, vallëzojnë, këndojnë dhe lidhen me njëri tjetrin, ata krijojnë një identitet të fortë që i shoqërojnë gjatë gjithë jetës. Dhe për mua si drejtoresh nuk ka ndjesim të bukur se sa të shoh fëmijët tanë që vrakojnë me njëri tjetrin, buzëqeshin, sepse atëherë kuptoj se kemi krijuar një familje të vërtetë këtu. Fëmijët tanë janë e ardhma jonë. Dhe bashkë mund t'u japin një dhuratë të paqësmuar. Quhen dhe rrojnë jetën e tyre shqiptare. Izabela, të falenderojmë nga zemra për gjithë rrëfimin, pasionin dhe punën që po bëni me shkollën e Shqipës Naples në jugperëndim të Floridas. Ajo që ju dhe ekipi juaj po ndërtoni atje është shumë më tepër se një institucion mësimor, është një urë gjallë që lidh brezat me rënjët, me gjuhën, me identitetin dhe kujtimet më të bukura të qenit shqiptar. Shumë faleminderit ju për oportunitetin edhe për suportin dhe mbështetjen. Suksese gjithë stafit tuaj. Faleminderit. Ndërkohë miq të Familja 7, unë ju falenderoj që keni qëndruar me ne në këtë intervistë dhe uroj që joni ditët e bukura të zjetorit. Në vazhdim, Krishtlindja po afron. Kujtoj momentet kur kputucët e Krishtlindjes mbritën në laç. Vërtet, ne prej shumë viteve festonim edhe gëzoheshim me fëmijët, do të thonë Perëndia na kishte bekuar për të bekuar të tjerët, por e veçanta e kputucëve të Krishtlindjes ishte komplet ndryshe nga gjithçka që kishim përjetuar. Do thoni ju pse, sepse ishte shumë ndryshe, ne kishim dhënë dhurata fëmijëve, kishim blerë, pasi ne kemi filluar si kish shumë vite herët, kur ishim një kish shumë e vogël, bënin ndonjë pakë sidomos për jetimet. Po kësa herë ishim të gjithë fëmijët e përfshirë, pasi ne morëm rreth 100 palë këpucë, kishim jetimet, kishim fëmijët në aftësi ndryshe, dhe fëmijët të cilët vinë rregullisht në kish, dhe e bukura asaj ishte se çdo fëmijë kishte emrin tek pakoja, dhe të gjithë fëmijët kur e merrnin, lexonin emrin e tyre te pakoja dhe kishin numrin e këmbës, dhe kur hapnin pakon gjenin një palë këpuca ose atlete, kaq të bukura që ishin të gjithë të lumtur, po kur gjenin dhe çorapet brenda ishte një ndryshe nga çdo herë. Ne kemi marrë pra dhe u kemi dhënë ose dikush na ka bekuar, por e veçanta e këpucëve ishte tepër personalizuar dhe që atëherë fëmijët përsëri pyesin, a do të na vinë më këpucë? Edhe unë mendoj se fëmijët tonë apo të gjithë fëmijët përjetojnë një gëzim të veçantë, jo vetëm se është festa, por dikush është kujtesur për ta, dikush ka bler këpucë për emrin e tij, dikush ka bler numrin e saktë të këpucës tij dhe çorapet që i shkojnë asaj këpuce. Dhe për mua ose dhe për fëmijët, domethënë kam parë atë ndryshimin se çfarë ndryshimi të madh ka një gjest ndryshe nga herët e tjera. Pra, nëse ne jemi mësuar si kish t'u japim njerëzve, t'u japim fëmijëve, sepse fëmijët janë të parët që e gëzojnë një dhuratë, sepse janë të qiltër, sepse Krishti tha lenit fëmijët të vinë tek unë për shkak të qiltërsisë tyre, por ajo e personalizuar që vinte nga Radio 7 për mua ka bërë ndryshimin e madh. Për mua dhe për shumë fëmijë, pra sikurse e thash, të gjithë gëzoheshin sepse emri i tyre ishte aty, sepse dikush personalisht ishte menduar për ta. Dhe unë mendoj se Radio 7 prej 8 vite ose më shumë që unë kam parë dhe i kam ndjekur edhe në për rrjetet sociale që e kanë bërë këtë lloj dhurimi, është një gjest shumë i madh dhe shumë i bukur. Pse do thoni juve? Pra, sikurse e theksova disa herë, këto këpucë nuk merren dhe jepen, urdhëroni një ndihmë, por është një gjë e personalizuar dhe kjo e bën çdo kënd të mendojë se shiko, dikush ka menduar për mua, dikush kujdeset për mua, edhe pse unë nuk e njoh, diku është që kujdeset për mua dhe kjo na fut në atë meditimin që hey, Zoti është gjithmonë me neve dhe kur ne nuk e dim, Zoti ishte aty ose e dinte numrin tim të këmbës, do thoshti po ju e keni dhënë, ne e kemi dhënë, por unë që e kam përjetuar dhe vërtet vazhdoj të gëzohem asaj dite edhe të kopjoj atë lloj stili, atë lloj mënyre të personalizuar që e ka arritur ta bëjë Radio 7. Nuk di se çfarë mund të them më shumë, veçse të them lavdi Zotit për njerëz
si Radio Shtata që punoj në gjithë Shqipërinë për të ofruar gëzim tek fëmijët jetim, të varfër, vulnerabël, por ndoshta ka ndodhur ndonjëherë që edhe fëmijët të cilët kanë një familje të shëndetshme, kanë qelluar që kanë qenë atë ditë dhe ne s'kemi mujt, ose vinë te takimi i fëmijëve, dhe ne nuk mund t'i themi ikti se ti blej babi se ka rrogën më të mirë, ose ka një rrogë. Por në fakt ai personalizimi me emër dhe numër këmbë për mua është vërtet kujtosh si dikush diku është për ty dhe kujdeset për ty. Dhe këtë vetëm Zoti mund ta bëjë dhe njerëz si Radio Shtata. Shumë faleminderit Radio Shtatës. Nuk e di, por besoj se shpërblimi do të vijë nga Zoti për Radio Shtatën dhe çdo punojës të Radio Shtatës.